Zakonisht, unazat me diamant gjenden një argjendari luksoze, pas xhamave anti-plumb dhe kamerave të sigurisë. Por imagjinoni habin e këtij fermeri, kur gjeti një unaz të tillë të shtrënguar fort rreth një karrote në arën e tij. Ajo që nisi si një pamje e çuditshme, u kthye në një mister rrëqethës, kur ai ja tregoi gruas së tij. Reagimi i saj nuk ishte ai që pritej. Ajo u zbardh në fytyrë dhe fshehu një sekret që do të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Çfarë fshihej pas asaj unaze dhe pse gruaja e tij po gënjente? Qëndroni me ne për të zbuluar të vërtetën e pabesueshme. Në mënyrë tipike, unazat me diamant blihen në dyqane bijuterish të nivelit të lartë. Këto sende jashtëzakonisht të vlefshme duhet të ruhen sigurt pas xhamit antiplumb dhe kamerave të sigurisë. Pra, ju mund ta imagjinoni habin e këtij fermeri kur gjeti një nga këto unaza diamanti të shtrënguar rreth një prej karrotave të tij në ar. Ishte një pamje e çuditshme, por gjërat u bën shumë më të huaja kur ai ja tregoi gruas së tij dhe ajo i tha këtë. Fermeri Bob ishte zgjuar para diellit si zakonisht, duke ecur në tokën e tij me një filçan kafeje në njërin dorë dhe jakën e xhaketës të ngritur lart. Vesa ende varej në bar dhe fushat e tij me të mbjella dukeshin bukur nga vendi ku ai filloi. Por ajo që Bob nuk e dinte ishte se prona e tij mbarte një sekret në këtë mëngjes të veçantë, një sekret që do të ndryshonte jetën e tij përgjithmonë. Përpara se të fillojnë, shtypni butonin like dhe sigurohuni të abonoheni nëse nuk e keni bërë ende, si dhe godisni zilen e notifikimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Kur Bobi u nis për inspektimin e tij ditor për gjatë fushave, ai nuk priste asgjë të pazakont. Ai kishte kryesisht misër që rritej në atë moment dhe i gjithi dukej se po rritej mjaft mirë. Përveç kësaj, ishin kryesisht disa perime që i përdorte për të ushqyer veten dhe gruan e tij, Judith. Kishte disa domate, pak bim lakër kale dhe shumë karrota. Ndërsa Bob përfundoi ecjen pranë fushës së tij me misër dhe kontrolloi listën e tij për atë pjesë, ai arriti te kopshti personal i perimeve. Domatet po piqeshin dhe lakra kale ishte pothuajse gati për korrje. Por kur arriti te bimët e karrotës pranë skaje të parcelës, ai vuri re diçka të çuditshme. Një vrim e madhe në tokë tregonte se një nga bimët ishte shkulur nga toka. Kjo nuk ishte diçka që një kafsh mund ta bënte. Një vjedhull ose një dhelpër do të kishte gërmuar rreth bimës dhe do të shiheshin gjurmë të dukshme të atij veprimi. Por këtu nuk kishte asgjë të tillë. Dukej sikur dikush e kishte kapur të gjithë bimën dhe e kishte tërhequr nga toka, me gjithë kërcell. "Çfarë dreqin?" tha Bobi me gjysmë zëri, dhe atëherë ai ngriti sytë dhe e pa. Bob kapi tufën e karrotës nga pjesa e saj e gjelbër, me qëllim që ta hidhte mënjan, por kur e ngriti, diçka që shkëlqente veticur në dritën e mëngjesit. Bobi ndalu, duke rrotulluar tufën e rrënjve në dorën e tij. Një nga karrotat më të mëdha ishte rritur rreth diçkaje, një brez metali i ngushtë i ngecur fort në mes të saj. "Çfarë është kjo?" mërmëriti ai, duke fshirë dhen me gishtin e madh. Nuk ishte thjesht metal, ishte ar i bardhë. Bobi pa një unaz të ngulur në vend dhe të bllokuar plotësisht në qendër të perimes. Karrota ishte fryrë rreth saj si një gisht i enjtur i mbuluar me bijuteri. Bobi u përkul më afër. Kishte gur të vegjël përgjatë pjesës së sipërme, diamant të vegjël të vendosur në rreshta të rregullta me një më të madh në mes. Balli i tij u rrudhush me konfuzion, ai e rrotulloi me kujdes karrotën, duke përpjekur të shihte detajet e unazës. Ishte ende në gjendje të mirë, jo të ndryshkur apo car. Unaza ishte delikate, të stilit të vjetër dhe dukej të vlefshme. Bobi shikoi rreth e rrotullon sikur dikush mund të shfaqej për ta kërkuar, por nuk kishte askund, vetëm ai, lisi dhe fllavi i ftohtë i mëngjesit. Tani, nga dreqi erdhi kjo. Ai qëndroi aty edhe për një minutë tjetër me karrotën në dorë, me unazën që shkëlqente mes dy kreshtave të trasha portokalli. Pamja ishte aksore qesharake, po të mos ishte aq misterioze. A kishte rënë muaj më parë dhe karrota thjesht ishte rritur përmes saj? Duke shkëputur karrotën nga tufa kryesore, ai e ngriti lart dhe inspektoi përsëri. Mënyra se si ajo e mbërthente unazën ishte sikur perimja po e mbante atë me krenari, një gisht i çuditshëm portokalli që mbante një sekret, gjë që e konfuzonte rëndësisht mendjen e Bobit. Pas këtij inspektimi final, ai u kthye dhe filloi të ecte drejt shtëpisë së fermës, me butet që kërcinin u bizhvavor. Dielli filloi të linte nga mbi fushat. Ndërsa Bobi ngjitej në shkallët e shtëpisë, ai e mbajti karrotën fort në dorën e tij të lirë, sikur të kishte frikë mos e rrëzonte dhe nuk do ta shihte më përkurrë.
Mendja e tij vraponte me pyetje, por gjërat ishin gati të bëheshin edhe më të çuditshme, dhe e gjitha kishte të bënte me reagimin e gruas së tij, Judith, pasi të shihte unazën. Brenda shtëpisë, dyshemja kërcishte u bibutet e Bobit, kur ai hyri në kuzhinë. I buri i kafes fështëllonte butësisht mbi stovë, por gjithçka e tjetër ishte e palëvizshme dhe e qetë. Bobi e vendosi karrotën me kujdes në bankau dhe fshiu duart në xhinset e tij. Ai shikoi drejt korridorit dhe thirri lart në shkallë. "Judy, je zgjuar? Duhet ta shohësh këtë." Një lëvizje erdhi nga lart dhe ndjekur nga një zë i lodhur. "Nuk është as ora 6, Bob," mërmëriti ajo. Hapat kërcitën dhe një moment më vonë, Judith u shfaq në majtë të shkallës, e mbështillur me një batanie me flokë të shpushurur, duke fshirë gjumin nga syt. Judith zboti shkallën e fundit. Bobi bëri shenjë drejt bankaut me një buzëqeshje. "Shiko atë karrot," tha ai. Ajo piceroi syt, u afrua dhe u përkul. Por vendasi të buzëqeshte apo të qeshte, fytyra e Judithit u shtrëngua. Sytë e saj u fiksuan mbi unaz dhe Bobi besoi se i pa të mbushen me lot. "Jude," pyeti Bobi butësisht, duke vendosur një dorë në krahun e saj. "Je mirë?" Ajo u kthye pas shpejt dhe fshiu syt më shpejt, këtë radhe më fort. "Jam mirë," mërmëriti ajo, ende duke u zgjuar. Bobi u vrënua. Ajo nuk ishte Judithi që ai njihte. Diçka rreth unazës e tronditi atë, jo të konfuzuar, por të shqetësuar thellësisht. Përpara se Bobi të pyeste më shumë, Judith e rrëmbeu karrotën nga bankau, sikur ajo të kishte ofenduar. "Nuk është e jotja," tha ajo prerci. Intensiteti i papritur në zërin e saj e la Bobin pa fjalë. Ajo marshoi në dhomën e ndenjës dhe hapi sirtarin e një tavoline të vogël anësore. Hedhi karrotën brenda dhe e përplasi sirtarin. "E lem rehat," tha ajo ashpër. Bobi qëndroi të ngrirë në kuzhinë, ndërsa Judith u largua. Toni i saj ishte përfundimtar. "Nuk flasim për të dhe nuk e prekim më." Bobi nuk kundërshtoi, por ndjeu një shqetësim që po rritej kur ai shmang shikimin e tij më pas. Kur Bobi u kthye nga puna jashtë, ai e gjeti Judith qëndruar te dritarja e dhomës së ndenjes, duke shikuar në boshllëk. Ai e thirri me emrin e saj butësisht, por ajo nuk u përgjigj, as nuk e pulali syt. Kur Bobi pyeti përsëri, ajo u rregullua me një herë dhe pastaj e hodhi shpejt në shmaves, duke pretenduar se thjesht po mendonte. Pa shpjegime të mëtejshme, ajo mori palton e saj dhe u largua duke thënë se kishte nevojë për ajër. Bobi qëndroi në dhomën e tyre të ndenjes për një kohë të gjatë, duke shikuar sirtarin ku rrëzhonte unaza misterioze e karrotës. Sjellja e çuditshme e Judithit ishte shqetësuese. Ajo u kthye më vonë, me fytyrën e skuqur nga të qarët, me syt të zbrazët. Bobi e kishte parë Judith të qaj më parë, por kur në këtë mënyrë. Nuk kishte asnjë shpjegim, dhe ai mbeti me një ndjenjë terrori. Të nesërmen në mëngjes, Judith dukej e largët, njastos sikur një fantazëm. Përgjigjet e saj ishin të shkurta, syt shmangnin Bobin. Ajo tha se nuk kishte fjetur mirë dhe asgjë nuk ishte keq, por Bobi mund të ndjente se diçka nuk shkonte. Deri në drek, Judith ishte larguar përsëri. Ajo pretendonte se po shkonte në qytet për ushqime, por kur Bobi kontrolloi qalarin, nuk kishte asnjë shenjë të një blerjeje. Ai e dinte se po gënjente. Më vonë, Judith u përball me Bobin për unazën e karrotës. Kur ai mohoi të kishte prekur, ajo mërmëriti: "E po, as unë nuk e mora," dhe u largua. Biseda përfundoi me një heshtje të rëndë, duke e lënë Bobin të vendosur për të zbuluar se çfarë po ndodhte. Të nesërmen, Bobi u hoq sikur ishte i zënë me punë, por sytë e tij qëndronin te shtëpia, duke pritur se Judith do të bënte një lëvizje. Kur ajo u largua me nxitim, ai e ndoqi në heshtje. Ai qëndroi i fshehur, duke e parë Judith që ecte me shpejtësi. Paltoja e saj ishte shtrënguar thort rreth saj. Pas pak qastesh, Judith u ndalu, duke shikuar mbi supin e saj. Bobi u fleu pas një tremi, duke mbajtur frymën. Ajo ndalu, por pastaj vazhdoi të lëvizte, më të kujdesshme se më parë. Ai e ndoqi në distancë, ndërsa ajo ecte me besim në përpyll. Pas pak kohe, Judith hyri në një lëndin të vogël dhe u afrua një shtëpie të vjedër të braktisur. Bobi e kishte para të më parë gjatë një shëtitje e vite më parë. Atëherë Judith kishte thënë se askush nuk jetonte aty, por tani ajo po afrohej asaj sikur destinacioni i saj. Bobi qëndroi i fshehur, ndërsa Judith ngjiti shkallët e porandes dhe u zhduki brenda. Shtëpia ndihej e rëndë, sikur mbarte sekrete. Zemra e Bobit rinte me forci. Ai nuk kishte qenë kaq thellë në pyll me prej vitesh, por diçka i thoshte se Judith po fshihte më shumë se ka qeshtuar, diçka që nuk e kishte ndarë me të kurrë. Bobi më në fund shtiu dyer dhe hyri në shtëpi.
Era e saj e myshkut konfirmoi se kishte qenë e braktisur për vite. Ai lëvizi me kujdes, inspektuar mobiljet e pakta. Kur arriti te kuzhina, gjeti kuti dritharesh të hapura dhe një tas hëngër të gjysmë, dëshmi se dikush jetonte këtu. Pastaj dëgjoi vojsa, njëri nga i Judithit, tjetri i panjohur, por ato po debatonin. Duke qëndruar në prag të derës, Bobi pastroi fytin e tij. Judith dhe një burr rreth të 30-tave u kthyen për t'u përballur me të. Judith u duket tmerruar. Bob, çfarë po gën këtu? Belbëzoi ajo. Bobi frustruar u përgjigj. Mund të pyesja të njëjtën gjë. Mjaft me gënjeshtra, më tregoni se çfarë po ndodh. Sytë e Judith u mbushën me lot dhe ajo pohoi me kokë. Ajo rrëfeu se nuk donte ta rëndonte atë me problemin e saj. Bob premtoi se nuk do ta gjykonte dhe vetëm donte ta dëgjonte. Duke marrë frymë thellë, Judith prezantoi burrin si gjysmëvëllain e saj, Lars. Ata ndanin të njëjtën nën, por kishin baballar të ndryshëm. Judith shpjegoi se si ajo dhe Lars ishin lidhur duke u rritur pavarësisht aftësive të tij të kufizuara. Por pasi nëna e tyre vdiq, ajo humbi kontaktin me të. Po, nëna ime vdiq, konfirmoi Judith. Dhe pas kësaj, unë u detyrua të jetoja e pavarur, por Lars qëndroi me njerëkun ton, i cili nuk ishte aq i durueshëm apo i dashur sa nëna jon. U shqetësova për të, vazhdoi Judith duke thënë. Kur babai i Larsit u largua, ajo i dha vëllait të saj unazën e martesës së nënës së tyre dhe i premtoi se nëse do të kishte ndonjëherë nevojë për të, ai do ta linte diku që ajo ta gjente. Ajo unaz e qoi Bobin te fusha, te karota ku kishte qenë e fshehur. Kjo shtëpi është vendi ku unë u rrita, shpjegoi Judith. Dhe kur pash unazën, e dita që Lars kishte nevojë për ndihmën time. Judith ishte e befasuar kur mësoi se Lars kishte jetuar mirë me baban e tij deri në vdekjen e tij një muaj më parë. Pa askënd që të kujdesej për të, ai e kishte gjetur atë, duke e lënë unazën në fermë si një shenjë. Judith ishte e mbytur nga emocionet. Nuk doja të rëndoja, tha ajo, duke qarë ndërsa përqafonte Larsin. Bob, i prekur nga dëmshuria e saj, u përgjigj. Ne do të kujdesemi për të. Ai është familje dhe unë do ta dua ashtu si ti. Judith mbeti e habitur, por thellësisht mirënjohëse për mirëkuptimin e Bobit. Ata u kthyen në fermë, të vendosur për ta mbështetur Larsin së bashku, dhe nuk pan kurrë pas. Po ju, a do të kishit vepruar si Bobi duke ndjekur gruan tuaj për të zbuluar të vërtetën, apo do të kishit pritur që ajo të ju tregonte vetë? Dhe çfarë mendoni për mënyrën se si Lars e la mesazhin e tij? Na tregoni në komente. Kjo ishte historia prekse e unazës në karrot që bashkoi një familje të ndarë. Nëse ju pëlqeu ky tregim plot mister dhe dashuri vëllazërore, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin like. Mbështetja juaj na ndihmon të tregojmë se pas çdo zbulimi të çuditshëm fshihet një histori njerëzore. Shihemi në videon e radhës.